Edhe faleminderit, nuk them dot se e ke drejtuar këtë seancë si gjitha seancat, domethënë në mënyrë më të turpshme të mundshme, por qytetarëve dhe kolegëve të mi do t'i drejtohem, nderuar koleg, zonja e zotri. Ky parlament, siç e shikoni, është për turp dhe faqet zezë. E keni katandisur, e keni poshtruar këtë parlament në atë shkallë, sa që qytetarëve ju vjen turp kur ju shohin. A di çfarë është? I njihni proceset e transformimit. Proceset e transformimit, ky parlament po i kalon. E keni zegjinizuar këtë parlament. E dini ç'do thot zegjinizim të parlamentit. Zoti Noka, ju lutem, kontrolloni fjalorin. Zegjinizim. Çfarë keni bërë këtij parlamenti? Kur dëgjon, për shembull, kur dëgjon atë parafolsin, të vjen turp që je në këtë sallë. Ai vjen herë me ilaçet pira, herë me ilaçet papira. Kur ishim ne në pushtet, herë ma sillte Shpëtimi Drizi si çam, herë ma sillte Vangel Dule si grek, herë ma sillnin si lap, dhe kur më kanë thënë që është këtu, kam thënë, ore, çfarë është ky njerëz se di domethënë. Disa herë ma sillnin me ilaçet pira, herë me ilaçet papira, në zyrën time po flasën. Pra, e kupton çfarë keni bërë këtij parlamenti. Ore, ç'a borxhi ju kanë shqiptarët për këtë katandisje që keni procedura, zoti Noka, cila është procedura? Tani, tani kanë 4 muaj që shqiptarët presin që këtu të jepni një shembull të asaj që ju keni thënë para 13 vitesh në këtë parlament, kreu juaj Narkosi. Para 13 vitesh thoshte, do t'i japim fund pandëshkueshmërisë. Do të bëjmë reformën drejtësi për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë. 4 muaj. Të kapur profyti, po jo vetëm profyti, edhe për të tjera gjëra. Ju ka sjell dhe ju ka mbështjell Belinda, ju ka zvarritur dhe ju ka përzhitur për të ardhur te kjo ditë që të gjithë kokulur, duke filluar nga kreu juaj Narkosi, të gjithë të poshtruar para saj, të gjithë të gjujzuar para saj, rrini këtu dhe të lutem, se do më ngrejësh kohën sa dola dhe këtu. Të gjithë këtu ju rrini, e di si të rrini, faqe zezë, si me qenë eunuk në oborrin e një sultani, të cilët nuk kanë këllqe për asgjë tjetër, vetëm për të qenë shërbëtor dhe shërbëtor. Shiko ku është një mega skandal. Mbaroj koha. Po çfarë ju lutem tani? Urdhro? Përfundoni fjalinë. Shqiptarëve vetëm një gjë do t'ju themi. Ju të dashur qytetarë këtij vendi, keni provuar burg për 5.000 lekë të vjetra që s'keni patur mundësi të paguani energji. Keni provuar burg për një çati që keni rikonstruktuar. E kanë futur sot në ligj, edhe burg për parkim dysh. Pra për ju vetëm termi burg ka ne mbi kokën tuaj 13 vjet nga kjo band plaçkicish. Ndërsa kur vjen puna te këta, ju jeni qytetarë dorës dytë, ndaj ju keni burgun, ligjin. Për këta s'ka ligj, sepse këta janë maliqi. Këta vjedhin, po vjedhja e tyre është vjedhje intelektuale, sepse të vjedhësh miliarda do të thotë që je intelektual sipas tyre dhe nuk i kap ligji se bëjnë ligj për të mbrojtur nga ligji. Ndërsa për ju ligji ju rrin mbi kokë dhe burgu nga mëngjesi darkë për t'ju terrorizuar. Por mos harroni, kjo tregon panik. S'ka kuptim, të lutem. 3 herë kam shtuar fjalën. Një fjali, urdhroni. Meq po ma mbyll, po ju them, të përfaqësosh krimin, të përfaqësosh kartelet, nuk është ndonjë gjë që t'ju bën krenar, por një gjë mos harroni. Jeni në ditët tuaj më të zeza, prandaj po përpliteni sot, prandaj jeni kapur pas Gysit dhe Belindës,
sepse keni hallin e Ramës, jo të Gjyzit të Berindës, është halli i Ramës, i keni ditët e shkurtra, ato protesta, ajo kryengritje popullore do t'i japë rrugë Shqipërisë. Nuk e shpëtojnë do të kartonat tuaj, as zëgjinizimi, as edhe bitizimi i këtij parlamenti. Zoti Noka, ju të rreq vërejtje, sipas neni 64 për fjalor të papërshtatshëm parlamentar, zonja Zeqine Çavushi ka marrë fjalën për Republikë. Se kam qëllim në vetvete, nuk e kam qëllim flamur. Ju lutem respektoni rregulloren. Zonja Çavushi. Unë nuk e di si vjen ky zotria këtu, si është kaq i paturp, sepse ky duhet jetë i fundit që duhet vi këtu dhe të na flasi për korrupsionin. Ky zotria është ai që ka qenë tek enti i banesave dhe të gjitha banesat e të pastrehve ua ka dhënë familjarëve të tij, duke filluar nga shtëpia e vet, duke filluar nga vëllezërit e vet, duke filluar nga motrat e veta e duke filluar te kunatat e veta greke, rumune e bullgare. Ty Muli hakut vetëm një nga partia të vjen dhe ai është Gazi. Ai ta ka treguar vendin atje ku të ka kallëzuar. Kështu që jepi përgjigje kolegu tënd Muli për korrupsionin e për gjitha të tjerat. Faleminderit. Zonja Josefina Topalli ka kërkuar fjalën për shëndur. Zonja Topalli. Në fluktore. Zoti kryetar, votimi i ministrave të ri në një kaos total parlamentar është fytyra e një pushteti që po shkërmoqet. Ndrimi kaq shpejt i ministrave pa kaluar as 5 muaj dhe biles pa ja mësu emrin publiku është shprehje e një pushteti që po shembet. Por e vërteta është, këtyre mund t'i duket vetja se janë ministra, por ministrat e vërtet nuk janë parlament. Ministrat e vërtet janë ato kapot e grupeve të fortëve që nuk dalin kur në kamera. E dyta, ndryshimi i rregullores, pa kaluar 5 muaj në mënyrë të njëanshme, është gjëja më pabesueshme, por edhe kjo është shprehje paniku të një pushteti që po rrëshet. Shkurtimi i kohës së deputetëve të opozicës dhe zgjatja dënimit të këtyre deputetëve ndodh vetëm në vendet që rrëshasin në diktatura. Ndaj dhe shqiptarët janë të vetëdijshëm se në çfarë momentit po jetojmë ne. Por ne harrojmë edhe një moment tjetër që pushtetet që rrëshasin në bashkëpunim me krimin dhe me narkosit, mendojnë se mund të përfitojnë nga momente kur zhvillohen luftra. Dhe biles ndoshta edhe i pëlqen. Por, ndërkohë që ne këto zhvillojmë seancë plenare në kaos total dhe me ministra që kanë ikë pa u votuar mirë dhe që s'ja din asnjëri as emrit, për shembull në parlamentin italian thrasin ministrin e jashtëm dhe i kërkojnë të dinë se çfarë bën një shtet për të mbrojtur qytetarët e tij në ato zona që po bombardohen nga vendet që nuk mbrojnë asnjë vlerë dhe që janë një rrezik për gjithë botën. Çfarë bën ky që ju quhni shtet për të mbrojtur qytetarë që ndodhen në ato vende të lindjes mesme? A ka pyet kush? A ka pyet kush në një nga Ministria e Jashtme apo Ministria e Mbrojtjes, po ju dhe i hiqni, ju nuk dini se kur vinë dhe kur ikën. Dhe një e fundit, në 3 dekada nuk ka ndodhur kur që kur ndrohen këta që quhen ministra, kryeministrit mos jetë. Nuk e di se sa fuqi keni ju për t'i thënë se kjo është një përbuzje ndaj parlamentarizmit, ndaj majorancës, ndaj qeverisë, por kjo shkel mi çdo gjë, zoti kryetari i parlamentit. Ndoshta nga një herë është më mirë që njeriu edhe të lëshoj. Ta përfundoj. Vlera. Zoti Bito kërkuar fjalën për replik. Po zoti kryetar. Ndaj meje apo ndaj kujt? Ndaj zoti Noka. Se ndaj meje nuk lejohet. Ndaj zoti Noka. Kam fjalën nuk lejohet replik. Noka, po meqense
Me qënë se e thatë, do t'a kam nga diku ku tha dhe ju. Si të duash. Ka rëndësi, nëse i drejtohesh, ka të drejt në replikës. Zoti kryetar, në fakt replika ishte ndaj zotin Oka, po me qënë se ju vlerësoj si një ndër kryetarën më të mirë që ka pasur ky kuvend në histori, dhe e dëgjoj me vëmendje kritikat tuaja, nuk donte shumë kohë që kritika juaj të binte poshtë. Përvoja parlamentare jo do e mos rëfen të qëni një deputet i mirë, dhe sa po e përfunduat këtë replikë e faktoi zotin Oka, se përvoja nuk është i vetmi tregues. Sepse u qua edhe gënjeu dhe foli me gjasme për takimet të mia në zyrë të tim. Dua që ta saktësoj për publikun që po kam qenë një herë te zoti Oka si gazetar për ta marrë në intervistë. S'kam qenë me asnjë politikan ndonjëherë në zyrën e zotit Oka, kurrën e kurrës, dhe për këtë madje i prish punë Evangel Dules duke e përmendur sot se nuk më prish punë mua. Zotin Dule nuk e njoh personalisht, kam qenë shpesh në përballje ndaj tij, por zotin Oka është epitomia e se si nuk duhet jetë politika shqiptare. Ka qenë në vitet kur ka qenë Partia Demokratike në pushtet, ku të gjithë duhet të shkonin në zyrën e tij dhe pastaj të bëheshin drejtor, dhe befas pastaj dilte edhe prej këtij procesi me në një apartament shtesë në Sarand, ku kuksianët e tij dilnin pronar në Sarand. Dhe kjo tregon mënyrën se si ka funksionuar qeveria e Partisë Demokratike. Ndërsa sot është thjesht një kalk i shëmtuar i doktorit që është origjinal. Dhe politika nuk mund të bëhet me kalqe. Kemi dhe 2 fjalë për procedurë, zoti Strazimiri dhe zoti Malaj, dhe vijoj me rendin e ditës. Urdhro? Atëherë, zoti kryetar, është puro për procedurë. Ti je dëshmitar. Mund të më krijosh Ju lutem qetësi të dëgjojmë fjalën e kolegut. Këto sekonda mirë është mos me llogarisë. Zonja Vokshi, ju lutem qetësi të dëgjojmë fjalën e kolegut. Në këtë sallë ti je ndër ata 10 veta që janë dëshmitar të faktit çfarë ka ndodhur në Këshillin Rregullore të mandateve, ashtu sikur çfarë ka ndodhur në KPD-n, si e quani ju atë të Partisë Socialiste. Në Këshillin Rregullore të mandateve, kur u fol për raportin që do të bënte Partia Socialiste, u thash shprehimisht, isha atje, do të pyesim grupin parlamentar, pastaj do të përpilojmë raportin. Ju pam live kur erdhi sekretari i parë. Foli në KPD, ku diun si e quani grup parlamentar, si e quani, dhe tha, do lexojmë një raportin, pastaj do mbledhim prap grupin të marrin vendim për Belinda Ballukun. Asnjëra prej të dyave nuk është një arsye që parashikohet në rregullore. Rregulloria thotë në seancën më të parë. Nuk ka asnjë kompleksitet provash, është i qartë fakti. Ishin të qartë dhe përfaqësuesit e Belinda Ballukut në Këshillin e Rregullore të mandateve, dhe prandaj ju kërkuam që të jetë live, të dëgjohen argumentet e gjitha nga opinioni publik, mos ketë asnjë mister. Than, të pyetur nga zoti Bardhi, të pyetur dhe nga unë, nuk kemi asnjë pretendim që ka një luftë politike nga prokuroria ndaj zëvendës kryeministres dhe deputetes Belinda Balluku. Aty duhet mbyllur mbledhja e Këshillit Rregullor të mandateve, por sa kohë nuk ka një sulm politik nga ana e prokurorisë ndaj kuvendit dhe legjislativit, që nga një moment çdo mas tjetër që kërkon prokuroria e vendos gjykata, nuk e vendos më parlamenti, as grupi parlamentar i shumicës. Tashti veza pulën apo pula vezën vazhdoni sot këtu, ta shtyni në kalendat greke. Grupi pret të përpilohet raporti pret të vendos grupi. Kjo është qesharake. Nuk mund ta zgjidhni dhe nuk mund ta kaloni këtë punë, duke sjellë fytyra të reja njerëz që nuk i njeh askush, i ulni mund në bashkë të venit. Deri dje, atë po qesha me ca kolegë mi, deri dje vazhdoi akoma sot pyes më kush është ky? Mos i ka kaluar ndonjëri pa dashje gardës, ka ardhur nga rruga, futet atje dhe merr dhe fjalën. Më thonë vazhdimisht që është deputet socialist, i Berati, i Fierit, ka fillu dhe Elbasani. Absolutisht, po njerëz si s'njive për fytyrë. Është e tepërt të merrni dhe të sillni njerëz nga rruga që vjen dhe ulen ke ministrat. Pa ju mësu akoma fytyrat dhe emrat këtyre që kishit vënë deri tani. Nuk shpëtoni dot në këtë mënyrë. Nuk shpëtoni dot në këtë mënyrë. Jepni një spektakël që do të mbetet tu një ditë. Unë shpresoj shumë që do të keni aftësinë të skuqeni kur ta shikoni të çfarë po ndodh. Ju kanë kapur zëvendës kryeministren duke vjedhur. Prokuroria e ndërtuar prej jush. E kërkon
ta marrë në burg, nuk po e lejoni. Lutem procedurë. Procedura është kjo, futet tani në rend të ditës, të shpëtosh aq sa mund të ketë mbetur nga faqe që ta ruani për nesër. Kaq. Zoti Berisha, replik. Midis të gjitha